profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë ai njeri që agjeron ditën e Arafatit, Zoti do t'i falë gjunahet e 2 viteve, vitit shkuar dhe vitit ardhshëm. Tani vitit shkuar e kuptojnë. Si janë falja e gjunave vitit ardhshëm? Po, Zoti i madh është i plot fuqishëm, që çfarë do të bësh edhe i vit Zoti t'i fali. Pra, besimtari që agjon ditën e Arafatit me besim të madh te Zoti dhe duke shpresuar shpërblimin e tij, Zoti i madh, domethënë, ja mundson që të falet paraprakisht, një vit përpara t'i falen gjunahet. Kjo është mirësia e Zotit, Zoti jep kujt të dojë. Domethënë, kjo tregon vlerën e madhe që ka. Pra, nëse haxhiu t'i falen të gjitha gjunahet, këtij që nuk është haxhi, Zoti i jep mundësinë që t'i falen një vit para, një vit mbrapa. Po mirë, një njeri i cili s'ka mundësi fare të shkojnë haxh. Nuk ka mundësi të shkojnë haxh fare. Dhe gjithë jetën e tij ka agjëruar ditën e Arafatit. Gjë tjetër interesante, nëse unë më fal gjunahet e vitit kaluar dhe agjëroj prap ditën e Arafatit që vjen, domethënë unë bëhet një falje mbi faljen. Domethënë llogaritë e tij, domethënë vlerën e madhe dhe mirësinë që Zoti i Madh i ka dhënë pikërisht kësaj dite, ditës së Arafatit. Për këtë arsye në përgjithësi, muslimanët, po ne po hasim edhe jo muslimanët, të cilët e agjërojnë këtë ditë Arafatit si puna e natës Kadrit, që agjërojnë gjithë atë ditë që është para natës Kadrit, edhe në ditën e Arafatit i gjejmë edhe të tjerë që agjërojnë. Normalisht që si adhurim pranohet për muslimanëve, ndërsa për të tjerëve si shija adhurimi është gjë e mirë, domethënë, edhe inshallah ka hajër të, ka mirësinë të. Pra dita e Arafatit është ditë e madhe si për haxhit, po edhe për jo haxhit, sepse profeti, siç e thash pra, ka një hadith transmetim të saktë që falet gjunahet e 2 viteve, po jo vetëm kaq, vetë profeti alayhis salam e këshillonte agjërimin e kësaj dite dhe porosiste të tjerët që kjo ditë të agjërojë dhe ka qenë absolutisht